Shikues të CNA, ju përshëndes, do të kem tashmë në një lidhje zotin Ilirian Pendavinji, kandidat I Partisë Socialiste për deputet në zgjedhjet e 11 majit për qarkun e Korçës, por gjithashtu edhe deputet aktual I Parlamentit Shqiptar. Zoti Pendavinji, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje, faleminderit juve që më dhatë mundësinë të flas në. Faleminderit dhe juve. Vetëm pak orë na ndaj nga zgjedhjet e 11 majit, cila është situata deri më tani të paktën për Korçën me të gjitha takimet që keni bërë dhe a është një frymë pozitive dhe a do të votojnë qytetarët e Korçës Partinë Socialiste? Unë kam qenë gati në çdo fshat të qarkut, pavarësisht, sepse edhe koha ka qenë e shkurtër në fakt, edhe mund t'i shkelësh të gjitha, por fryma duket shumë pozitive për Partinë Socialiste. Mbështetja e Partisë Socialiste në të gjithë qytetarët, duke marrë edhe me fashat, sipas moshave, por edhe me sipas gjenjeve. Burra, gra, të rinj, të moshuar, gjithmonë japin mbështetje maksimale për Partinë Socialiste. Kjo është fryma që ekziston sot në. Po në aspektin personal, zoti Pendavinji. Ju kandidoni në listën e hapur të Partisë Socialiste në qarkun e Korçës. Në aspektin personal, cila është pritshmëria? A keni një sfidë? A do të jeni ju përsëri deputet në Parlamentin e ardhshëm? Kur hynë në një betejë të tillë, edhe pritshmëritë janë sipas kushteve. Unë nga kontaktet që kam, më duket që kam mbështetje. Besoj që do të jem në legjislaturën e ardhshme prapë të përfaqësoj Partinë Socialiste dhe është një privilegj I madh që Partia Socialiste përsëri më beson mua që të jem si kandidat potencial për zgjedhjet e 11 majit. Do të ishte privilegj më I madh nëse do të ishit pjesë e listave të mbyllura? Por nuk e mendoj ashtu në fakt se ma kanë bërë shumë të pyetje pse si ishe në listën e mbyllur, por duke qenë se unë kam një kohë të gjatë që jam në Parlamentin e Shqipërisë, përfaqësues I Partisë Socialiste gjithmonë. Është e katërt që mua Partia Socialiste më ka besuar për të përfaqësuar në të paktën këtë radhë në listë, kurse radhët e tjera si kandidat fitues. Unë besoj që politika është një sfidë dhe një profesion I cili mësohet me kalimin e kohës. Besoj që kjo kohë gjatë që unë kam kaluar si deputet më ka shërbyer edhe për kriteriet time profesionale dhe për atë se çfarë duhet të bëjë një deputet në profesionin e tij, në detyrën tamam, detyrën e deputetit. Detyra e deputetit në gjykimin tim nuk është që të bëjë të bëj punë, sepse njerëzit kanë pritshmëria që çfarë s'ka bërë këtë, çfarë s'ka bërë këtë. Normalisht deputetët bëjnë ligje, profesioni I deputetit është të bëjë ligje dhe të përpiqet që të bëjë edhe lobbying për të ngritur shqetësimet e qytetarëve që I merr gjatë qëndrimit në zonë. Familja ime është akoma në Korçë dhe unë nuk kam shkëputur nga Korça dhe unë përpiqem që çdo fundjavë mund të jenë me numër sa gishtat e një dore, fundjava që unë s'kam qenë në Korçë. Kuptoj, qarku I Korçës, ashtu si Tirana, apo dhe Durrësi, apo edhe Fieri, është ndër më të luftuarit politikisht sa I përket qoftë mandateve të deputetëve që prodhon, por edhe ndarjes së tyre. Si e shihni për zgjedhjet e 11 majit? Do të kemi përsëri deri diku një numër votash për afërt, kemi parë që mandatet në zgjedhjet e kaluara ndarë 6-5 për Partinë Socialiste. Cilat janë pritshmëritë këtë herë? Pritshmëria këtë radhë është që ne të arrijmë e kemi thënë edhe gati në të gjitha takimet tona. Ne objektivin e kemi që të arrijmë 7. Numri 6 të mandateve të Partisë Socialiste në gjykimin tim edhe të gjithë socialiste është që 6 është e konsoliduar dhe jemi duke punuar drejt mandatit 7 të Partisë Socialiste. Do të ndikojë vota popullore këtë herë? Ka dyshim. Fryma është gjithmonë një ndikus shumë I madh në pjesën e një fitoreje në zgjedhjet elektorale për Parlamentin Shqiptar. Edhe fryma kësaj radhe besoj që do ndikojë për këtë pjesë. Për fitoren tonë maksimale besoj. Edhe shpresoj. Mendim të Zot.
Zoti Pendavinji, Partia Socialiste gjatë të gjithë fushatës elektorale ka projektuar veten si fituese të zgjedhjeve të 11 majit dhe madje ka kërkuar që të ketë aq mandate deputetësh sa të mund të qeverisë vetme. Kemi disa parti të cilat kanë qenë aleatet Partisë Socialiste ndër vite, por dhe krijimin e disa partive të reja më të vogla të ashtu quajtura. Do të jenë faktor këto parti politike. Po, unë kam thënë gati në çdo takim. Ne kemi programin, kemi ekipin, kemi dhe leadershipin. Kemi ekipin që ekipi ynë përfaqësues, kandidatët tanë në listën e hapur, po dhe në listën e mbyllur, janë përfaqësues Lusëmiri Korçare, Korçare që janë lindur, rritur këtu, banojnë 95% të tyre banojnë në Korçë akoma dhe nuk janë larguar një pjesë e mirë e tyre. Kemi dhe leadershipin, pa diskutim që ekipi do drejtohet nga një lider, edhe nga një drejtuesi lokal, Niko Peleshi, është duke bërë më së miri punën dhe duke u përpjekur për të bërë më të mirën se atë që mund të bëjë një drejtues politik i një partie qeverisë, për qarkun e tij. Por mbështetja është maksimale, unë besoj që ne do të arrijmë objektivin tonë. Partitë e tjera që kanë dalë në treg së fundmi, nuk besoj që të ketë ndonjë mandat të një partie të vogël, kushdo qoftë ajo. Dakor. Zoti Pendavinji, ju falenderoj për kohën. Faleminderit dhe juve për mundësinë. Kemi qenë me zotin Ilirian Pendavinji, kandidati i Partisë Socialiste për qarkun e Korçës në listën e hapur, gjithashtu deputet aktual i Parlamentit të Shqipërisë. Kam në dorë atë se si do të jetë fleta e votimit në zgjedhjet e 11 majit. Dhe ju mund të votoni në një nga mënyrat e treguara në vijim, përndryshe fleta e votimit do të cilësohet si e pavlefshme. Nëse do të votoni vetëm për partinë apo vetëm për koalicionin, do të vendosni shenjën X në kuadratin ose plus në kuadratin përkatës. Nëse doni të votoni vetëm për një nga kandidatët që është në listën parapëlqyesne, vendosni shenjën X ose plus brenda kutisë për briemrit të kandidatit që keni zgjedhur. Në këtë rast, vota juaj llogaritet si për kandidatin ashtu dhe për koalicionin apo partinë politike. Por do të keni kujdes pasi nuk mund të votoni për një parti apo koalicion dhe njëkohësisht votoni për një kandidat të një partie apo të një koalicioni tjetër. Në këtë moment, vota juaj bëhet e pavlefshme. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj.